Infrastruktura rrugore në njësinë administrative të Bërdicës vjen të përballet me sfida serioze si pasojë mungesës së investimeve të vazhdueshme ndër vite. Një nga segmentet me problematike mbetet rruga e Varrezave, e cila paraqet vështirësi të konsiderueshme për qarkullimin e banorëve dhe mjeteve, duke ndikuar drejt për drejt në përditshmërinë e komunitetit. Megjithatë, kjo situatë nuk është e izoluar, edhe rrugë të tjera në këtë njësi administrative ndodhen në gjendje të amortizuar, me dëmtime të dukshme që e bëjnë lëvizjen të vështirë dhe në disa raste të rrezikshme, veçanërisht gjatë ditëve me rreshje, kur kushtet përkeçohen ndjeshëm. Banorët e zonës shprehin shqetësimin e tyre të vazhdueshëm dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjithëse për rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e këtyre akseve rrugore. Kjo është e nevojshme, se kjo ola kret mazduret sa s'ka. Kjo është pas ndërhyn kush mo. Mendoj me çashaf nuk më hyn. Përmirësimi i infrastrukturës nuk është vetëm një nevojë emergjente për lehtësimin e lëvizjes, por edhe një domosdoshmëri për rritjen e sigurisë, zhvillimin ekonomik dhe cilësinë e jetës në këtë zonë.